tjetër, edhe nuk ka projekt krahasueshëm me këtë që kemi ne, nuk është praks e reklamave që ne i shohim çdo ditë etj. Kujtohet ajo pjesë, ishte një pjesë ku ai e theksoi se nëse shkon për me u reklamu në televizionet nacionale, duhet me qenë i zgjedhur. Kapet këtë moment? Qenë i zgjedhur. Do të ata ju intereson dhe çfarë numri të kuzhve, çfarë ngjyre të bregve keni etj. Për ju me qenë mi dhon para që ata me ju reklamu. Kapet atë moment? E dini pse është ajo? Një për njerësi, se ata e qmojnë për mos mushtim pazar. E qmojnë vlerën që ata ju japin kompanive. E qmojnë se ata janë pika kyçe që ju bëjnë marketing aty në kompanive. Prandaj ata sillen ashtu. Edhe këta lutën aman që po japin parë, vetëm ne jemi prezent tek. Do thotë, një televizion nacional, merrni në Kosovë, cilin do. Njësoj sillen. Pse e qmojnë vlerën, sikur që e qmon vlerën një kirurg kur shkon në taj e tregon të tek qmon vlerën. E cilë është dallimi mes aty në dhe nesh? E kemi vlerë dhe të fish më të madhe, lishin fish, ama ne nuk e vlerësaj. Edhe ata jemi ne, nuk është dikush jashtë. Se cili për nesh. A pëshini sa thërmi, sa grincë e vogël, ne jemi në krahasim me projekti. Projekti është i madh ose është i vogël, aq sa unë e vlerësoj edhe aq sa unë e shoh. Atë që se shoh, s'do të thotë se projekti është i vogël, ai do të thotë ai flet për mua. Ai kemi qartë. E për ati pozicionin, nuk mundimi me qenë suksesshëm. Nuk ka para, nuk ka atë që ne e do. Ajo vlenë çdo lajm tjetër. Jo rastisht, unë kom thonë, mos e shqipni vetën lirë. Jo rastisht. O peshon, o nuk peshon. Cilën po e zgjedhni tash? Cilën ta duhet të zgjedhni? Çka humbi? Shfiton. A nënën tjetër? Humbi është kështu multidimensional. Në gjërsi dhe në gjatësi, në thellësi, në gjitha dimensione. Prandaj ata kanë më pak se ne, ama e vlerësojnë shumë. Edhe për shkak se e vlerësojnë, as e soji edhe qas. Dhe kjo është filozofia e jetës. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe është një shembull konkret për jetës time. Kam disa dyqane që jap me qera, kam prej 98-s. Me punën time si afarist, edhe kom dhënë me qera, edhe kom marrë me qera. Domethënë vjen një qeragji, si shkon puna, edhe nëse shkon tjetri, vjen tjetri edhe një grua, që qenë turistik. Si ka thoni që jeru dyqani sot, dhe desën e kërkonte me vazhdu kontratën, kishte dyqan të vogël, donte diçka pak më shumë. Edhe u ofru të unë, tha, jam interesuar për dyqan. Tha dhe jam në gjendje me para pagu, ma shumë kohë, një po ma trego çmimin. I thash, okej, jepe një propozim. Edhe një propozim, aq devalvues, sa adi ma qej gozi. Edhe, unë i thash shife, thash, jo, thash, unë huj me të adhonë të qanin një vjetë pa pare, që vinte njësoj prapë. Ama unë me gojën time, vlerën të qanit nuk ja uli. A kemi të qartë, unë prapë tjetët pare i kësha marrë, për isaj. A kur ja pa pare, do më vlerën e ti, për ty për të falës. A një të kuptu, kuta. Se nëse unë e shvlerësoj të qanin tim, kush tjetër duhet me vlerësu atë? A një të kuptu, se duhet me pas filozofi
Shumë e thjeshtë atë, s'ka nevojë me qenë njëri shumë i lexueshëm, i shkolluar, me qenë me prejarë dhe kushtet e çfarë. Duhet me qenë vetëm njëri i cili është në frekuencat e Zotit dhe ka dalë. Që nuk frikojnë ta ka me pas bukë nesër me hungur. E bisedum na diskutum temën javën e kaluar, kishte ishim para kaluar, ose mungu. Këti temë jashtëzakonshme si funksionon simpatikusi dhe parasimpatikusi. Se njëna frika çka e ndal procesin normal zhvillimit ton edhe jetës. Shumë është e thjeshtë. Me pas këtë, edhe mos me vlerësu, është gabimi më i madh. Njësoj sikur njerëz që thonë nuk ekziston Zoti, unë nuk besoj. A shka huk nëse ti besoj? Që nuk janë racional, nuk janë urtak, aty nuk duhet prap, që kafsha nuk ka emocione s'djedhës edhe me folë. A me beson Zotit. Pse? Shkon me inercionin e rregullave të universit. E neve që nga ka dhonë kriju si mundësi me mendu, ne vazhdimisht e mendojmë të keqe. Shka nëse zbot, edhe lene. Për shkak se jemi të rrethum me njerëz, nëse na ndodh neve që kemi ligjërata, kjo punë, pra ndoshta shkojnë ndodh atyre që nuk janë ligjërata. E tash kush duhet të fitojë luftën? Kush duhet të fitojë luftën? Na. A çka bojmë na? Kur na folin ata, krejt na çfarë matosin. Krejt na shohim me kush, me krejt, thot me uniformë dhe hek se kjo s'po bëj. Nëse me thonë kështu, do thotë kështu të di, unë nuk e du as prafërsisht këtë biznis, dhe as një biznisën botë ma shumë se familjen tim. Se ekziston diçka që mund me dash ma shumë se sa që du familjen tim. A unë familje me zgudzon me folë kundër biznisit, prezencën tim. Nëse marrë se është folë në prezencën, mos prezencën time, aty ka sankcione, po që janë trona. E kemi të qarë që ka po flasë. Edhe kjo është e pafalshme. Se nëse unë e kom dhonë mundin me vite, mbi 24, edhe kemi kriju komplet narrativ tjetër tjetës. Kemi shku një nivel krejtësisht tjetër të mendjes. Duke u falenderu kësaj platformë, me gjitha dopsit që ka dhe për ju thëmë, s'ka platformë bëhet pa dopsi, por nësi dim ato dopsi. Asja dim problemet që ka pas këtë gjohë, si as këtë tjetër, asja tjetër. Mujnë lezoni librat, keni me pas përstërsi kanë pas. Edhe kush ka dalë fitus, ata që i kanë të kalu. Ato vështirësi. Tek e fundit, bota nuk na pyet neve çfarë do përjetojmë. Bota i dan njerëzit e suksesshëm, njerëzit jo suksesshëm. Suksesi nuk kupton veç para, nuk kupton me fitu në nivelin e të menduarit. Ky sistem i ka ndihmu familjes time pas tjetër mindset. 300 vjet hap përpara kemi bën krahasim me krejt rrethin. Unë e shoh 300 vjet. Jo 10, jo 20, jo 100, 300. Edhe ajo ka më multipliku më shumë në gjeneratat që vijnë. Me një sistem krejtësisht menduar. Edhe unë me qeni pa falenderueshëm, edhe me lju dikush me folë, për shkak se unë jam i vetëdijshëm çka kam fitu. Ana është parat. Parat as prafërsisht nuk janë ekuivalenti i përfitimit sa kam përfituar këtë anën tjetër. E njëjta vlen edhe për ju. Sa vlerësoni është çështja juaj. Nëse mundi me gjetë dikun sistem të edukimit që krahas punës është dhënë këtu, urdhëni tregoni. Cila kompani e bën atë? Edhe prandaj nuk gëzojmë me ranë provim, me lut lojën e vogël të mediokritetit që neve na rrethon. Prandaj unë kam shpjeguar allegorinë e Platonit. Çka kam thonë? Allegoria e Platonit çka flet? Për njerëzit që janë të ngujum në shpellën
erët që shohin vetëm hije, edhe njëri nga ata njerëz e shohin çka është drita, çka është ngjyra, çka është jeta, çka është me të vërtet krijuesi. Edhe thonë, shko tash ti tregoj atyne që janë të ngujum, që shohin vetëm hije. Çka ndodh me ata? Ata e hanë. Mos me qenë klidhun e shkatrojnë. Në pauzë thash, pra me doni me qu prej voret e në Verhoxhën, edhe me thonë që ku ka shku Shqipëria. A thonë, nuk o kjo Shqipëria. A pra me doni tash njerëz që kanë jetu në atë regjim, mi u pas spjegu ju fotografinë e kësa mitit sot. Që thonë ti, shka po flette? Po, s'kishe kalu kufine, s'kishe kalu, kishin vra. Kush ka pas drejt? Ose kush kish pas drejt? Ai që ka spjegu fotografinë e Shqipërisë? Po? Apo ata që se kanë parë fotografi? S'ka këto diskutim. E tash, ne jemi ata që vendosëm në çfarë niveli ne kena me ngrit pikpamjet tona. Horizontin ton prej ku e shohim jetën. Prandaj kemi pas ligjërat, po kemi thonë, vendosur në një lartësi dhe shife vetveten ku je. Jepja notën vetvetes. Në pikpamje të menduarit, në pikpamje të edukatës shpirtërore, mentale, fizike, shife vetveten njerë. E dini ata, kërkush veten se shef. Apo ne po thëjmë, se shef po ju, të rriquni për vetvetes, shkoni për lartësisë edhe jepni, tamam, edhe tamam e shifni ku jeni. Shumë është rëmë. Çka kemi thonë? Çka thot Napoleon Hill? Si krijohet mendja e madhe, mendja dominante? Ku një masë e njerëzve për të njëjtën çështje e kanë të njëjtën frekuencë të mendimit. Janë harmoni mendimit. Dhe bëhet mendja dominante dhe bën ndryshimin e madh. Për shkak se nuk është 1+1. Ajo është multiplikim i mendjes në nivel shumë të lartë. S'keni nevojë më shku më lart. Lutjet që bëhen në grup, ndryshe depërtojnë në univers. Ndryshe shkojnë në veshin e krijuesit. E tash ne çka bëjmë? Dikush ka punu, e pat, i ka dhënë zërë, është barë, është po? A ne për vogëlsisë tonë, shka s'kemi bo? Ne s'kemi qenë frekuenca? Vishtë një të stoj. Napoleoni thëtë, vesh njënit me qenë jashtë harmonisë, do të me përjashtu automatikisht. Me njëzë ashtu të A i kemi qartë. Edhe me kusht që mos me pas sukses. Aja vlen me bo luftën. Shimni tash. Ne nuk jemi koshent. Nuk po du ma arsyetu në asnjë gabim. Si arsyen e vetë e ka. Shimni, s'kish ardhur në durët e tona ky projekt. Si so edhe me pas qafër Steve Jobsin, për shtin tojza. Mos e pas gabu. Dikush. Huberti. A më mirë më keq? Po pse atër piskama? Nëse me u gëzu, piskama shkon? Vetëm duhet, me thonë, kada, ta mendoj pak ma ndrysh. Kur gjo nuk ndodh rastisht. Në proces, transformimet të ndodhin, por nëse jam unë në mendje, me i gjvendos malet, si jam vetë, bashkarisht, gjvendosen malet. Edhe është një thonje, se kom këtu. Thot, njeriu që beson i gjvendos malet. Malet i gjvendos. A më thot, vishë vazhdo në besu. Se problemi është besoj një herë. Po besimi është çështje e pashtershme. Nuk mund është sot po besoj, nëse nuk po besoj. Se nuk ekziston ajo. O beson, o nuk beson. Që njësoj është si me thonë është pak me bërë. Së s'ekziston, jo është me bërë, së është me bërë. S'ka pak shumë. Në është proces, ja është, ja nuk është. S'ka pak shumë. S'ekziston ajo. Pak me besoj, pak s'po besoj. Tash e pash, tash nuk e pash.
Kemi të qartë. Edhe kreta ajo për një materi. E tash hajde ta shohim kështu. Platforma. Për çka flet? Çka është platforma? Çka ka bërë platforma? Çka ka bërë platforma? Platforma ka bërë, tash po kthehemi në bazë. Çka ka bërë? I ka bashku tregtarët, përmes tregtarëve produktet që neve na nevojiten, ato që janë aktuale dhe ato që do të jenë aktuale, me një platformë, në interes të blerësit edhe shitësit. Këtë ato i ka përmbledhur me një platformë. Kanë ekzistuar platforma, po kanë qenë, themi, 2-3 kompani me zveti, ka bërë një platformë. Edhe thotë, nëse ju bëni shopping këtu, keni benefite. Po është më rëndësi me qenë lojal, shevetash. Kemi bisedu për lojalitetin. Kur sot i beson dikuj, nëse si beson, je jo besnik, si je lojal. S'ka ma kesh ose pas besnik në që, s'ka ma kesh, ajo është çështje shumë e rëndë. Po, jam besnik, se jam besnik, si për të patriot, herë besnik, herë. Më komunon në besu. Kur themi ne, njeriu, i themi, shife, këto me pejsirën e ka bërë punë shumë të madhe, bërë. Po, këto me pejsirën. Ta dini. Edhe ato me një interes shumë të vogël, sa i përket të vënë, e merë, etë media merë një pjesë të interesit që ata kanë, kur japin para, e mbulon etë media. Vetëm një interes të, do të thëtë, ajo shisha e shampanjë, shpërndahet njerëzve, vetëm shkumën e merë etë media edhe vedere. Por nëse ka shumë shkumë, kjo është mjaftush. E kemi të qartë. Tash kur i thuni njeriu, shife, nëse ti dush me qenë lojal, ku ja shpjegon sistemin, edhe thunë, po e marim shembull 3.500 euro. Pakun e marrë. Sa shopping point e marrë? Shopping point e jo? 1.000. 3.500 shopping points. Nëse je lojal, për sa kohë ajo familje, nëse mirën vesh me qenë lojal, i kthen çdo parë. Për 2 vjet. Jo be? 50, po e hudhëm në tash 2030 në vizion. Domthon me shopping i kthej. Edhe këtu në realitet nuk ka investim. Nëse je bashkë i qëndrueshëm, themi nuk le gjë pa ble përmes, edhe më shpejt i kthen para. Domthon nuk është investim, është parapagim për blejet e ardhshme, ama jo bazohet në realitet. Në anën tjetër i ka krejt ato elemente tjera që jetë, a kryesor janë 5 licencat edhe 5 boksë. Edhe themi se le të jetë boksi 5 euro minimum. Tash me këto trejat, me këtë qasje ndaj bizneseve, do të ketë reklamë. Shihni, momenti kritik, kur s'ka me pas kompani që s'ka me dashur të reklamu te ne, do të vjen. Atëherë nuk bëhet vetëm për 5 euro, as për 10, as për 20, bëhet për 50, 100 etj. Krejt varet prej pikave që ne do t'i arrijmë. Vetëm duhet me u bë e njoftun për secilin njeri. Edhe themi, me 10 boksa, me 5 licenca, 5 boksa, ka 5 euro, sa është ajo? 50 euro. Jo më folë për milion. S'ka nevojë më folë për milion. Është e rregull? Unë, aty ku jetoj, një garazh, po vetur kushton 25 mijë. Qëraja se atyre garazhave, nëse dikush jetë me qëra, është prej 50 deri 100 euro varësisht bashkë ku e ki, e tjere, cilën ndërtesë e tjere. A i dini atë? S'punë me marrë për garazh, pa shumë se 50-75 euro, se di si janë ferizet. Në Prishtinë, në Tiranë më kanë shku 20-50 euro.
cili biznes është më i mirë? Sot më thoni njeriu në Prishtinë 3500 euro të kushton një garazh, 50 euro kemi marrë qera, rent presin në po investim. Atë pse dallimi ose garazhin e shopin e prekin. Nëse spjegohet përmes lojalitetit edhe shoppingut, është shumë e lehtë. Edhe i këtu. Kjo është biznes. Kjo është biznes. Shopping po e në tritën me pagesat mujore. Që është e vërtet. Shtonë shopping po e në qëto. Nëse do me bërë jetë, nëse është kjo e mirë për ty, do të me qenë e mirë edhe për antarët e familjes, për njerëzit. Edhe fillon me bërë rjetë. Nëse ki shopera, vetëm shopera, atër shumë më shpejt i këtëm e bërë rikish. Shumë është të thjesht. Po jo. Edhe thu prej të jenë varë, unë jam këtu me diku ty, ama nëse me ndonë me mbush derivate diku tjetër, jo të partneri. Nëse me ndonë për ushqim, më shku të dikush tjetër, jo të partneri. Atëherë, mos henë. S'ka nevojë me ju. Ju bëji ata që e vlerësoni platformën, ato jo, s'është për ty kjo. E kemi qartë. Kjo është. Me atë që tash ka ndru loja, në ndëgjumë, ka ndryshu komplet loja. Tash, unë për ju thëmë, se maj modhi, direkt më është një vorën për e pedis. E pedia sukseshme, me vogë sukseshme. Për shkak se është projekti i vetëm, në cilin është punu, është dhënë shumë mund. Unë për ju them 50 veta janë në ekip që po punojnë. 50 veta, prej inxhinierëve, programerëve, prej supporteve të ndryshme, e ti shumë shpejt ka më bëni që. Dikush është në njëjtat frekuenca donë me qenë i suksesshëm projekti. E jona është si ne do ta implementojmë. Mirë po. Duhet vazhdimisht me hudh, me tregu vizion. Kush prej jush dyshon se 2030 me gjitha transformimet që ndodhen, që një person që shiqon televizion, se ideja është ai që është harxhuesi dhe ai që është vlera e sistemit, harxhuesi, se marketingu shkon tek kush, te harxhuesi. Harxhuesi do të pranon marketingun edhe shkon harxhon para. Do të thotë, nuk është ai vetëm 1000 që ban tiu, po duhet të qenë Luan, i cili e mbretëron xhungun. E thotë, ok, ti tash do t'jesh për shkak se je edhe harxhues, po do të fiton tash aty marketing. Unë s'kam dyshim se do të jetë 100 euro, unë s'kam dyshim, bile është pak. Kur të vjen ajo, mo rjet dikush s'murët për. Po ju kujtohet ajo e media antarësia? A vetë të djenë se nuk bëhet rasisht. është një backup, është një mbështetje, është një siguri e posaçme, pa marrë parasysh në çfarë forme transformohet sistemi, me mujta i box, me qenë me jetë, edhe ai kod me qenë i transformueshëm, çfarë do lloj ndryshimi që ndodh në projekt. Ai mbron kë, mbron juve, mbron. Për shkak se tash e zottojnë që ta programerë, që ta inxhinierë e zottojnë platformë. E kemi të qartë. Sa më shumë që ne po mundohemi m'ju bind, aq më e rëndë është besimi. Tu s'ka nevojë me diskutu këto punë. Po diskutojmë për shkak se tash nuk u pastru gjonat. O këndeu andej. Edhe kjo fazë është më e rënda. E kalum këtë fazë. Unë për ju them se s'ka fund. Edhe diçka, se ekziston projekt në botë që ka pretendu me marrë krejt botën e që ka startu me buxhet kaq të varfër sa kemi startu. Steve Jobs kur ka startu në 90 jo Steve Jobs, ky Bezosi. Jeff Bezos. Kur ka startu në 92 apo 94 kur ka startu, ai ka kërkuar për shokët e vet $1 milion.
$94 milion, ata $100 milion është 200 milion. po. E kemi të qëtë. Edhe është bo çudi. Po tash të tjerë nuk mundet me shku projekti dikush të pas mendim negativ edhe të dash më tërheq në zonën e komforit dhe mos me qenë pjesë e lojës. Ka mu paje? Ka mu paje. Edhe kemi shumë e rëndësi në këtë fazë me i rikëthy njerëzit, këtë në dalë herë, se kur gjë s'ke u, kredi i shopping point-at, kredi, kur gjë nuk të. Ta shkojmë atë tjerë. Ngritet projekti, ngritet edhe majoli. Kur ngritet majoli, ju i keni vlerat, ne kemi vlerat mërëndë, kanë më ngritet ato vlerat. Çështja është se, tash kjo është kyçe. Paramendoni mëse pas besu une në këtë projekt. Vish paramendoni i pat vitet si kemi nisë. Unë të e ditë se projekte tjera nuk kanë pas njerëz adekuat, unë më interesu kush janë ata njerëz brenda dhe kom pasë aty. Ata jo se nuk donë, nuk mund me ngrejat pesh. Kemi folë për kubikazhin e motorit. Qa që ka kapaciteti? Edhe unë në ditë se ky njeri e ka kapacitetin me ngrejt peshat të mëdhaja. Kum punu me te. Kum selektu njerëzit. Edhe për ato tema kemi folë. Mi pa vlerat brenda. Edhe unë e kom pat, edhe ka qenë zhvendosje e maleve, nuk e dini u me hyta që mos ta zgjasim, si për atë zgavërën e gjyponës e kemi depërtu më ardhë me ju hapë sytë njerëzve nga dalë se ku jemi. Dhe të tëtë, edhe një moment nuk e dini krejt që ka kombo. Për me shty procesin, mi po, para sa e kombo shire, apo e shef po, a mundesh mundëm. Kjo është e madhe. Ate që e shef Gorani, unë as 10% nuk e shef. A kur të më folë, a më kjo. Tjetin. Që ka me ndonë jam, kanë interesu më këto, që kur zë më kanë interesu. Tjetin, hec. Vetëm, për shkak të dalimit e në mosha, ndej këndej, të regom ku fjallori jem të merë energji që të ndërprejnë. Sepse duhet me kry punë. E pra me ndonë të isha sjell atë shka s'ka kur gjo për kësaj. Unë e haces, i kom thonë bukpjeks. Pse bukpjeks, se i trash, më kam armenë që havish brunë. Edhe i kom thonë bukpjeks. Që kjo bukpjeks i sule qënë këtë projekt, ku mund me qenë një furë, për që tjetër. Edhe i kom thonë, më si thuj kështu, pëse këzu kështu, më reo. S'kom unë kur gjo këtë e njëri, të se kom gjetë, edhe në fund doli, që shkom thonë, kom shku në televizor, për dorë, për në hesë në televizor. Hajde në Turqi, formi dhe, dirisa nuk ka depërtu në momentin e caktuar. E përmendoni tash unë të kisha qëndur. Kjo do të thësë më kom pas besim ma shumë se Uberti dhe se Majko dhe se krejt tjerë të projekti. Më kom pas besim ma shumë. E tash, projekti edhe ideja, ku i falenderojt ma shumë, mu apo Ubertit? Kush është hupsi këtu? A shka kom hup? Vërëm e kom vlerësu vetën pak ma shumë, i kom vlerësu njerëzit për atë me ma shumë, mesin aty edhe përën. Edhe kom pas se kjo mundet me qenë tërhisi më i madh, lokomotiva e gjithë vagonave që detën tani ne kemi kriju, po se kemi mbush. Edhe s'ka lëviz të rejnë. Por një punë, kush ka qenë në Strug, në për seminare 2 ditore, kom darë, unë dhe Korani, kom thonë, marrë një mend këtë binom e tini shka të thonë, dysh, marrë një mend që të binom. Pa bo, diçka që të ta merë botën, na nuk e lo. Besu të jusë besu, unë e di se njës ka thonë, ky, e që ka shqip, krejt të ashti, brati për shetë, se jo marrë. A kemi të qartë. Sa e kom thonë unë e më parë, për shkak se e kom pas se një dhe një, nuk është vetëm 2. Po si pos Napoleon Hillit është 3 ma shumë se 3. Se nëse ajo pashkohet, ajo bon mendin dominantin, nëse vetë mendin dominantin pashkojmë edhe tjertë,
A ka njerëz, ata që ishin shku për patët atë inxhinierin, atë menaxherin, atë projekt menaxherin. A ju duk njeriu që bëbon shaka? A ju duk një njeri, edhe është pjesë, a e njëjtat frekuencë, dile është edhe ma thellë. Pa tjetri. Ta shka na duhet, me qenë frekuenca mbas sa më e madhe njerëz. Në thonë, okej, unë këtë e bëj. Nuk, me përfitu prej një tërësie, kur nuk e shoh vetveten pjesë dominante dhe vlerë të shtuar asaj tërësie. Nuk është e mundur, as nuk hec. E tash, te une është në varë, a e shoh une idenë më të madhe, a e shoh Hubertin më të madhe. Për me është në varë. Ideja nuk mund më voros. Ideja nuk vdes. Mundet përkohësisht me mbet status quo. Ideja s'mund me propos. Njërën po, i kom folë për Viktor Frankl. Fizikisht e ka qenë në goret koncentracionit, a momentin e ka pas të lirë. Prej ati është në varë, a do të delë prej burgut edhe prej logorit mendja jo. Në shka pa bëjmë? Trupin e në burg, edhe mendin e kina burgos. Sepse trupin e vlerësojnë ma shumë se mendin. Do ta vazhdojmë dhe javën tjetër temën, për shkak se ka shumë gjëra këtu. E prek alegorinë e shpellës. E tash, a e konstruoj legjendën hinduse kur Zoti ka i ka dhënë atributet njeriut? Ju kum tregu? Po. Atributet, po. Atributet, Zoti ka pyet njeriu, sipas një legjende hinduse, çfarë atributi do me pas? Ka thonë zgjedh, do të qenë shqipon, pat apo guac. Edhe njeriu thotë, me qenë shqipon, duhet më flutur larg, frika e madhe, duhet çdo kaq vjet atë shqepin me përplas me një sten, me ndrua ndaj këndel, frikë. Me ndel më thotë guac. Guac tani, le që s'është larg, po është këtë në fund detit, oqeanit. E me ndonë thotë terë. Vetëm këtë levizje, rrallë ndonjë margaritar, thotë s'po du guac, s'po du shqipon, po du pat. Edhe vetëm bla, tanë jetën bla, kur gjon jetë nuk qëtë në si përtosh. Ta shko jemi shqiponja, po jemi pata. Prandaj njerëzit folën edhe se nuk ka kantar atë që e flasin. Unë ju kom thonë një herë, me i lidh njerëz me një aparaturë, që ajo që flitet, që s'është e vërtet, ose që nuk mban, ta minuson kontën, ose të thot, kjo që e tha, nuk është e drejtë. O 1.000 euro pi kontës, o 10 pi jetës. Ti zgjedh. Në qësi raste, me qenë që aparaturë e lidhur me neve, dhe i keni pa një film që matët me kokë, jeta me kokë, me pas që se aparaturë të lidhur me ne, qëtësi ma të madhe në Ferizaj jo, edhe drejtësia, drejtësi, qëtësi, vetëm njështë kompetent që janë sigur për një shka këshin kohë. Sosë të zgëzim e folë. Jo, që fa folë. Dhe bile edhe gjyshet tona për kvalitetin e pitës nuk folën, ta shok në telpi furës e herë. Vishme folë, vishme kotë e letë me. Edhe ku fletë për pozicionit mos dijes vishë ban damë, ku gjë tjetë, vetëm damë. S'pake, mos ban damë, heshtë. Okej. Do të shkurtojmë se njerëzve çka dush bën. Qiti argumente sot do. Se ky prezentim vetë shumë duket mu e Goranit. Sigur Hazreti Musa që ka dalë detin në gjysë, apo shihni po, apo kur ka dalë në tjetër. Jo, se ky që u shkoi, ai ka shku mi marr Hazreti Musa të rregullat e jetës, ka thonë se jo ky iki në lëvë. Ai krijuesi ka diçka mendon. Ajo mos e ka thonë kod e ki.
Unë po t'ja për regullat, ama thas besojnë, kanë bo në ndërkohë kanë bo një dele, një pik atje një vit që i besojnë. Dhe kjo ka ndodhë, kjo mos pretendoni se ne jemi pak më të mirë se pasus të njerëzore ka natyrë njerëzore. E tregon natyrën njeriu. Morën më vej. Vetëm, a di pse pju hudhi unë e këto? Pju hudhi ju me vendos, a doni me qenë për nga mendimi, për nga qëndrimi, për nga media të zgjedhur, që lunë lojë të madhe, që peshon një, pa marrë parasysh ka thot rrethi, apo doni me qenë pjesë e masës e cila vetëm si beson asaj e timus. Se ja beson, ne nuk beson. Edhe kjo është e vërtet, kjo ka ndodhur, mos mendoni se është vetëm legjendë. Kjo ka ndodhur. Edhe jo rastësisht ka probleme sot që ndodhin në botë dhe praktikisht tokën e premtuar Kursk se kanë gjetë. Që ata janë paraorësit e që atyre sot që se kanë tokën e premtuar. Edhe ju del shpirti, tokë premtuar nuk kanë, Kursk kanë në pas. Unë i vlerësoj çdo njeri, ama s'ka në pas. Vetëm për shkak që saj se ata njeriu që ka dashur në qelë syt, që ka dashur detin në gjys, e që ka të dhash 1 milion dëshmi, prapë si kanë besu. Ati që kanë besu nuk ka qesh problem, që kanë besu Zotit. Problemi është ata që sot çfarë problemi. Po kur kemi ashtu njerëz, problemi delat e tjetri. Andaj vunë edhe tjetri, vunë edhe i treti, vunë i katërt, vunë i krejt. Dhe kjo është shumë tregim domethënës. Lidhni ju me nuk humbim kur gjo nëse punojmë platformën për shkak se çfarë do transformimi që ndodh. Çka kum bën punën që kum punu? Që kum punu me besim tjetër, a kum bën diçka? Jo, përkundrazi, shive. Vetvetes ja kom dhënë fuqinë e vendimit. Unë kom thonë, unë jam më e madh se Hubert Frey. Unë du me qenë me ide. Dhe kom gra libra, dhe kom gra shumë sërë. Se njerëzit kur më folas se diçka, bërë, thonë, ky 5 vjet s'ka lezu, ky që 3, ky 10 vjet, ky 15 vjet. Me njerë, si mas fjalorit, unë e di sa vjet libër me dorë s'kam prek. Jo me lezu, i prek. I prek librin. I pas afër. Po me flet, po titull. Babel thonë, bar titull ti di. Se s'ke shko njeriu pa është interesum. Në pasë me janë djerën, etash. Do të flasim, të tema do të mos po do me etash do të tregoj diçka që është shumë interesante për Napoleon Hill. Në ka ikë kjo. Faza 5 vjeçare deri 2030. A është më e përdorshme për mua? Në këto vitet që kam apo për ju? Për neve. I sa këtë të qesomësh. Edhe vetë. Nëse unë e shoh që me të edhe kom durim, po, nuk e kom qartë, shka problemi? Me ju që jeni matri që mundeni atë vizion me që të maksimum. A ndërkohë e keni sigurum, e keni parajsën, në kuptimin me qenë fitus. Njësoj si unë. Në këtë situatë, shife, a besoni që unë për këtë ti mundit që ka përjetu Korani, unë i kom ditë, e kom përjetu, në dhënë, e kom di dhimbën e ti, edhe mundit, ama nuk kom marrë pjesë për mos barë flokët. Në dhe është parë për t'i shka tjetër. Përsi që rrë tjetër në jetë. A i kemi të qartë. Muse kom për... Do dhe, unë vetëm shka kom bo. Në ato kockat e mozaikut e kom gjetë kockën e vërtet, në kohën e vërtet, në vendin e vërtet, në momentin e vërtet. E ato si du. Se marrën punë. Mirë po, pse ka ardhe atë unë? Qysh ka ardhe unë? Të e bojë zmetin, edhe jo, shka umni. Tash, buni unë më thonë, lene këtë punë.
çohet e ti krye punën tonë. Investon vetveten, hes përpara, besimi i fortë transformohet del në diçka tjetër. Po edhe unë tash e shoh një vizion ku as për them që të për shkak se është kështu valla shqiptar që dhe na kemi në fund dom hakmarrë, po unë e shoh momentin kur ABD i thom apo do tash më ta mshu një shuplak po vetë. Më thon kur të s'kam ta mshu kështu po kështu. Po, a besoni? Për shkak se projekti i fortë, shumë i fortë, projekti, ideja shumë e madhe. E bon huzmetin, punon, po, lexon, e shpërndan, e jep njerëzve, me besim shumë plot, me bindje shumë plot. Në fund se nuk da me qenë fitusi. Është hupsi. E kur ta vjena e ditë, ju vetë keni me to. Ama une e kom qu projekti, po e kom qu. Ama ka shku në fitimin timin, ama jo vetëm timin. Komplet masës. Jeni që të frekuenca, jemi fitus. Jemi që të frekuenca, nuk jemi fitus. E tash kjo të përfund. Kjo do të prek temë shumë të zbërthejmë në një orë. Po sa që është të ti. Do të thotë kështu. Napoleon Hilli thot se shtytsi, energjia më e madhe që shtyn njeriu me bë diçka është epshi seksual. A keni lexuar? Po. Kush e ka lexuar? Mirë po thot, nëse përdorni ju atë epsh për me ngrit për sukses. Për sukses. As do më thonë se ju duhet me qenë të ashtit kastrum. Do më thonë se ju e zgjedhni. Ama e përdorni për sukses. Aja keni orientu, keni fokusu një energji që nga ka dhënë Zoti për me kriju shumë. Atëherë jemi ne në kontroll të mendjes, edhe ne kontrollojmë atë proces. Kur të bje njeriu në provim, edhe nuk i kontrollon energjitë e veta, nuk mund të pas sukses. Me qëllim këto, kjo filozofi shumë e thellë është. Me të analizoni këto. Nuk thot e më abstenu, nuk thot, një po thot, ti e ke në kontroll, por jo me instinktin shtazarak. A dini sa njerëz kanë qut dorë për procesit, jo ndashëruan e klena, e kanë qut energjinë kot, janë shit lirë, janë shit heq, janë shto, në devalvu. Kanë mendu se që është prioritare, e tjere. Tu i bot dëmë vetë vetës, pse nuk dëmë më eduku, me pas atë fuqi, edhe mës me përdor për me ecë përpara. Edhe jo rastisht Napoleon Hilli thot, njerëzit më suksesshëm në botë e ka atë energji më të fortë. Mirë po orientojnë drejt. Me sniper. Nuk mirën kemi folë për fundamentin, për podrumin, për diafragmës. E përdorin prej diafragmës e nartë, jo prej diafragmës poshtë. E kemi të qafë. Ne nëse nuk kemi aftësi me orientu energjitë tona, edhe i humbi mi qesin poshtë, prandaj të thuon epshet ulta. Energji e madhe, ma epshi ult, nuk bëmë të që. Problemi kryesor që na turbullon neve kokën është ajo. A kur të arrini sukses, jeni me matë kërkum, jeni njerëz të kërkum, të rrallë, egzotik. Andej, gjithë shka që nduhet të i. Nuk e thot Napoleon Hilli kot, është filozofi shumë e thellë. A dini pse po e them këtë? Po e them se ne, le që humbim kohën, kot, le që nuk lexojmë, e nuk dim, po edhe energjit i hudhem, i përdorim për çështje jashtëzakonisht jo produktive. Po. Jo produktive.
secili mund me qenë babë, secila mund me qenë nonë, s'është problema e, ajo çështja e reproduksionit që ka thonë Zoti. Ja kupton. Ama jo secila mund me qenë njerëzit që janë të suksesshëm, për sukses po flasësh për para. Po flas për gjithçka. Ajo, ne kretë kemi privilegjin me diskutu për kësi tema dhe me theksu për me kuptu tamam pozicionin ku jemi. Unë kur gjë s'po kërkoj prysh, as po kërkoj me bo, as po kërkoj me ble, as po kërkoj vetëm me qenë vetëdijshëm, vetëm me pru verdiktin, vetëm me pru vendimin, nga po du me qenë. Me fillune me i qajt, parat që i kom rikëthy në sistem, ato e në mbi 250.000 që më euro. Me fillu me i qajt unë ato, Ajo është proces ku me filozofin paraja e gjenë vendin e vetë, me sigurin e pjesë atyre nuk ka qenë të mijat, ma mirë që pra nëse janë të mijat, ka në mund të diku, here, nuk e di sa. Shumë është e thjeshtë. Kur të fillon me qajt parat, është një sëjtë sikur me pas, sikur epshi i ujtë. Besoni së është ashtu. Mi haftë më matë mundë. Parat kemi diskutu, paraja cila është e fitume si duhet, me energjinë e duhur. Pa marrë parasysh ku i keni mbjellë. Pa marrë parasysh. E ka funksionin e rikthimit mbarë. Nëse kanë hy në formë, themi, pa jo halal, ma mirë që kanë dalë. Nëse në halal, ato mbilën vinë herë disa. Etash, problemi është se nisa me atë 5 vjetë, e mija më të gjatë atyujet. Nuk u bëhet vonë, a i shof une të mirën asaj, unë se e më gjatë. Unë e shof si proces pa kufi. Së është për nënsi. E shof nështë fotografinë time, e shof diskutimin që bëhet në familjet nesër. Të fri që s'mujmi njoftë unë. Për kësa jetës me siguri, është e shof për një jetës tjetër. E bëjt edhe syni të zëmë nuk më. E kemi të qëtë. Friga se a kom me përjetu, as kom me përjetu, se egziston. Normal, unë i du të mirët e kësa jetës. Du natyrë bukur, du detin, du malin, du natyrën, du veturën, du shpi. Këti du, edhe une. Ama to nuk kanë prioritet. Nuk kanë prioritet në kuptimin ha unë e tashtë, sot pëjtu unë vetëm atëve, sot pëjtu unë. Një jetë e kam, shka unë e pëjtu, ta shokë unë e venjerë. Se eksistone, edhe qëto male që janë gjelbrume, disë shka një jezërës, dikur ato kanë qenë të fata, s'kanë pas dhej, ka qenë dhej, ose ka qenë po, ato e në bjellë, sot janë gjelbrume. E kemi të qarë. E tash, depresion edhe musulman, edhe mund e në që unë prigjumin, jo bashkë në disponin të mirë. A unë me njëherë, shka po ka dalë, tak, vjen vendin e vetë, njërzore është, da? Një përvashëm i Zotit tje mundësi me shqirë. Tash qështë jo cilin kina me zgjirë. Qka në pretë është? Tash në pretë punë në teren. Duhet me bisetu me njerës që kanë dalë për lojës, do në shqirë. Edhe aje varet me për energjisi ujë. Nëse energjisi ujë është ma e madhe, nuk e dini atë tregim, edhe dini mu përgjigj, ose dini me shtru, kryet puna. Të njerës të ri, në kjo të ty pa ty do tjetë në sukses me ndikën. Edhe çdo biznes, çdo ide ka pas të fasat e oscilimeve deri sa nuk ka shpërthyer. Po edhe kush shpërthen? Dikush e vum. E vum. Vum, sot vujnë ata që kanë shit aksionet e Amazonit. Ose sot vun ai që e ka pagu picën ose kush fiton? Fiton ai cili ka bë e kanë xhiros muret edhe ka marrë aksione për Microsoft apo për Steve Jobs. Logën e Nike-s. Ose që ka bë Që merr tash. dikush do të çan prap. Është më rëndësi ne mos me çaj. Familjet tonë. Shumë është më rëndësi. Nuk hupni, që të themi se për dhe e Hubert Freidel, tjetër për dështën pejt. Nuk hupni. Shembulli klasik jam unë. E kemi qartë, së mundet me hupni njëri që investon dhe vetë.
S'mundet me humb një njeri I cili mendon me filozofi të mbarë. S'mundet me humb një njeri që beson, që ka vizion, që ka vetë besim, që diçka është vlera, që di mu pozicionu, që nuk I harxhon energjit për çështje për epshe tulta. Po, I orienton ashtu siç është në rregull. Rregullat I keni, ndashët me shkencë, ndashët me fe. I keni rregull. Ato janë udhëzime për hapërim në jetë. Nuk mundemi ne, nëse ja bëjmë testin vetvetes, vazhdimisht me humb notat dobta kemi, se jemi real me vetvetes, a me prit me qenë shkëlqyshëm. Jo, duhet komplet ristrukturim. Fati ose një tri muli shumë letë me kone, që jemi pak më shtyme, ne kemi pas problem më reprogram, mas pari me I fshi, sigurat që shpjegoj Gorani ato me legot, po, me shtu, po, sot vertri dhe hajde tash, po edhe jemi duk qesharak, ha? Jemi duk qesharak, së është e kapshme. Aktivi po fol për teknologji. Po, dhe aktivi po fol për teknologji, po fol për ashtu, ky, ka për ti, po, ky, ka baba plak, I duhet më najtë. Po, në në ndeshë, Google, e rojsh me qitim. Kur zë tjetër në to, a kemi qartë. Okej, prej fjalëve në vepra. Ullëni me strukturat e juja, bëni strategjinë e punës dhe krijoni rjetë. Rjetën e keni të mbrojtur me vetë faktin se unë e di çka po ndodh, pra pa vi, domethënë disa letra smujmë hap. Ju me rjetat që I bëni, me një farë forme, me atë media antarësin, që është paralele, me një farë forme, jeni brenda trajektorës edhe e keme qenë të lumtur. Kretë kjo, nëse gjithë shka në këtë botë është si duhet, besoj se është si duhet, edhe do të migra bashkërisht. Jo mundi mos më shku në pushim 10 ditë, 15 ditë, se keni kohë, ndoshta, megjithëse kohën e cakton Zoti, nuk e di, kjo është çështje tjetër, po, unë më pak, unë duhet tash me thith pak. Njënën tjetrën, më majt në energji që me mund me dalim kry proces. Prandaj, fillova me këte, përmbaroj me këte, sa ju peshoni sot këtu ku jeni ullë, dhe sa ju peshoni vetën krahas të informacioneve që keni, do të mvaret edhe perspektiva ardhmëria juaj rreth etmedies. Nëse shihni vetveten si njerëzit privilegjuar që keni ndëgjuar për diçka që mas 5 vjet do të kupton këtë bota, atëherë do ta shihni se ka pas një person ose ka pas njerëz që kanë dalë, kanë treguar për vizionin njësoj sigur njerëz të suksesshëm që ne sot I nxjerrim si shembull. Ose keni variantën tjetër, më thonë, kur do të më intereson, tash po këshyri qysh me marrë me të ndërë, qysh me ndu që Faleminderit.